Ndoshta nuk do ta pëlqesh këtë mesazh që flet për një person në jetën tënde, por universi e dinte se dikush kishte nevojë ta dëgjonte. Është një e vërtetë që zemra jote e ka ndier prej kohësh, por universi do që ti ta kuptosh më në fund. Ka një arsye pse ky mesazh të gjen pikërisht tani. Nuk është rastësi, nuk është tek e fatit. Është një nga ato të vërteta që njeriu zakonisht përpiqet t'i shmangë, por thellë brenda vetes ti e di se duhet ta dëgjosh, sepse universi flet fillimisht me pëshpërim dhe bërtet kur ti e ignoron intuitën për shumë kohë. Sonte universi të ka zgjedhur ty. Sonte zemra jote duhet të njohë një të vërtetë për këtë person. Personin që ka jetuar në mendjen tënde për muaj ose vite. Personin, energjia e të cilit nuk e lë kurrë krejtësisht gjoksin tënd, pa marrë parasysh sa përpiqesh të shpërqendrohesh apo sa përpiqesh ta harrosh. Merr frym thellë. Ky mesazh është i gjatë, është i thellë dhe i drejtohet asaj pjese brenda teje që duket e fortë nga jashtë, por që vuan në heshtje brenda. Së pari nuk do ta pëlqesh këtë pjesë, por ata e ndjejnë se po u largohesh. Ky person ka vënë re prej kohësh një ndryshim, një frikë, një panik të brendshëm, një transformim. Sepse pavarësisht sa i qetë ke qenë, pavarësisht sa i kontrolluar ke dashur të dukesh, energjia jote ka ndryshuar. Ti je tërhequr, jo nga zemërimi, as për lojra, por sepse zemra jote është lodhur duke mbajtur lidhjen vetëm. Ata e ndjejnë këtë dhe i frikson më shumë se çdo ta pranonin ndonjëherë. Ky person gjithmonë ka menduar se ti do të qëndroje, se dashuria jote ishte diçka ku mund të ktheheshin kur të donin. Por pa pritur ti nuk je më aq i parashikueshëm, as aq i disponueshëm, as aq i hapur emocionalisht, dhe për herë të parë ata kuptojnë, mund të humbin vërtet. Së dyti ata nuk e prisnin që ti të ishe kaq i fortë. Ky person e ka nënvlerësuar forcën tënde. Butësinë tënde e morën për dobësi. Besnikërinë tënde e ngatëruan me varësi. Durimin tënd e përjetuan si shpresë të verbër. Por ajo që nuk kuptuan kurrë është, njerëz si ti nuk thyen lehtë. Ti përkulesh, ndjen thellë, qëndron më gjatë se duhet. Por kur zemra jote vendos se mjaft është mjaft, ajo e mbyll derën qetë, pa zhurmë dhe përfundimisht. Ata kur nuk patën frikë të humbnin, sepse besonin se ti do të luftoje gjithmonë për ta. Por tani ti po lufton për veten tënde dhe pikërisht kjo version i yti i trondit plotësisht. Së treti universi thot, ata kujdesen për ty, por nuk janë të shëruar. Kjo është pjesa më e vështirë. Ky person të do. Po, është e vërtetë. Por ata nuk janë gati të duan në mënyrën që ti e meriton. Ata mbajnë plagë që nuk kanë të bëjnë me ty. Frikë nga braktisja, probleme besimi, frikë nga cenueshmëria, frikë të shihen vërtet, frikë të kenë nevojë për dikë. Ndjenjat e tyre për ty janë të thella, por ndjenjat nuk mjaftojnë. Kur shpirti nuk është gati, ti mund të ndjesh dashurinë e tyre, lidhjen, fije, tërheqjen magnetike, por universi thot, ata ende nuk mund të takojnë në nivelin tënd. Jo sepse ti je shumë, por sepse ata kanë shumë frikë. Së katërti universi e di që ti ke pritur një shenjë që ata do të vinë drejt teje, një shenjë se diçka do të ndryshojë, një shenjë që koha më në fund do të jetë e duhura. Ti u mbajte fort, sepse shpirti yt e di që kjo lidhje është e vërtetë, sepse intuita jote nuk të ka gënjur kurrë, sepse ti ke ndier energjinë e tyre edhe kur ata kanë heshtur. Por universi nuk do ta thyej zemrën tënde, ai do ta mbrojë atë. Kjo është e vërteta për të cilën nuk ishe gati më parë. Ky person të do, por për momentin nuk është në gjendje të dojë siç duhet. Dhe versioni në të cilin je dashuruar është versioni që ata mund të bëhen një ditë, jo ai që janë sot. Së pestë, ata luftojnë shumë më fort kundër ndjenjave të tyre se sa mendon ti. Ky person nuk do të pranojë se sa shumë do të thotë ti për ta. Ata shpërqendrohen, mbajnë veten të zënë, shmangin mendimet e thella, të mbajnë larg përmes distancës, heshtjes ose egos. Por çfarëdo që të bëjnë nuk mund të shkëputen nga ti. Ata përpiqen, por energjia jote i tërheq përsëri. Mungesa jote u dhem më shumë se prania jote.
heshtja jote është më e fortë se çdo fjalë. Ti jeton në mendjen e tyre shumë më tepër se sa do të pranonin. Por në vend që të zgjedhin guximin, ata zgjedhin frikën. Në vend të lidhjes, zgjedhin vetëm mbrojtjen. Në vend të cenueshmërisë, zgjedhin të mbijetojnë emocionalisht. Së gjashti universi nuk të thotë të largohesh, por të thotë të mos presësh më. Jeta jote nuk duhet të ndalet ndërsa dikush zhvillon një luftë të brendshme që as nuk e pranon. Kjo nuk do të thotë që historia juaj ka përfunduar, por do të thotë që ti duhet t'ia kthesh energjinë vetes, sepse sa më shumë të përqendrohesh te vetja, aq më shumë ata e ndjejnë ndryshimin. Nuk ke pse të lutesh për përpjekjen e tyre. Nuk ke pse të ndjekësh askën. Nuk ke pse të provosh vlerën tënde. Tërheqja jote do të flasë më fort se gjithë dashuria që u ke dhënë. Së shtati në momentin kur ti ndalon së pritur diçka prej tyre, ata do të zgjohen. Kjo është e rëndësishme. Ky person nuk të mori kur me të vërtet seriozisht, sepse gjithmonë ndjente siguri pranë teje. Por kur ata ta ndjejnë vërtet mungesën tënde, kur shpirti i tyre fillon të kuptojë që ti nuk je aty për gjithmonë, atëherë fillon zgjimi i tyre. Atëherë ata kuptojnë se askush nuk i kupton si ti. Askush nuk prek shpirtin e tyre si ti. Askush nuk ka atë lidhjen e rrallë shpirtërore që ke ti me ta. Askush nuk u duket si shtëpi ashtu si ti. Vetëm atëherë ata do të shohin atë që ti ke parë gjatë gjithë kohës. Por deri atëherë, ti nuk do të jesh më i njëjti person që dikur e morën si të mirëqen. Dhe pikërisht këtë kërkon universi. Së tet mesazhi i fundit i universit për ty: mos e zvogëlo zemrën tënde vetëm sepse dikush ka frikë nga madhështia e saj. Dashuria jote nuk është dobësi. Butësia jote nuk është gabim. Besnikëria jote nuk është dëshpërim. Durimi yt nuk është naivitet. Ti ke një zemër të rrallë, një zemër për të cilën njerëzit luten dhe që e pendohen gjithë jetën nëse e humbasin. Ky person do të kthehet kur universi t'i detyrojë të përballen me atë nga i cili kanë ikur. Por tani universi do që ti të rritesh, të shërohesh, të zgjerohesh dhe të gjesh veten sërish. Ky mesazh nuk është për të të lënduar, është për të të çliruar, për të kujtuar se ti nuk po humb asgjë. Dikush tjetër po humb. E vërteta përfundimtare mund të mos ta pëlqesh, por ajo do të të çlirojë. Ti nuk je problemi. Frika e tyre është. Plagët e tyre janë. Koha e tyre është. Historia juaj nuk ka mbaruar. Por ky kapitull është momenti kur ti merr drejtimin. Momenti kur ti ndalon së pritur dhe fillon së jetuari. Dhe pikërisht ky ndryshim në energjinë tënde është ai që do të ndryshojë gjithçka. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro ta pëlqesh, ta ndash dhe të abonohesh në kanalin ton. Faleminderit për mbështetjen.